Përshëndetje të dashur miq dhe ju shikues e dëgjues të videove të mia. Erdhëm prapë tek ora letrare. Leximi i fragmenteve të ndryshme nga krijimtaria ime në prozë, në vonë dhe në vargje. Këtë radhë do t'ju lexoj një tregim të shkurtër nga libri me tregime Edeni tjetër. Eva dhe Adami janë në kopertinë. Qa shkruaj këtu mbrapa? Pa dale. Janë vënë dy thënie vlerësuese të dy miqve të penës. Thani Naqo, shkrimtar poet, ka shkruar: Shallvari është një zë i veçantë në lëmin e letrave dhe hapësira e tij filozofiko-letrare përmbush qëllimin e tij si shkrimtar bashkëkohës. Kurse një mesazh nga shkrimtari i paharuar, tregimtar i njohur Petraj Zoto, me së cilave shkruan: I dashur mondi, kam qenë mjaft i zënë, ndaj po të shkruaj paksa me vonesë rreth tregimit tënd të ri Edeni tjetër. Nga i tregim merr edhe titullin ky libër me tregime. Ky është më i forti që kam lexuar prej teje. Ngjan si një sinops për një roman, të pazakontë e madhor, por edhe kështu është ronditës, dëshmi e një individualiteti krijues të veçantë e potent. Miqësisht, Petraj Zoto, 2 qershor 2010. Nuk e bëra si ata, na jo thënia lëvdom më gojë si çava, sepse nuk u vetë lëvdova. Thjesht lexova dy vlerësime të njerëzve të njohur të penës. Tregimi me titull Fjalimi. Muzikën mëngjesore të radios e ka në vend të ziles zgjuese. Me sy të përgjumësh, zgjat instinktivisht dorën sirtarit komodinës, duke plotësuar kështu normalitetin gojor me protezat e dhëmbëve. Trupi gjysmë ngritur, mbështetur jashtë në pozicion vertikal kokës së krevatit, një sy kalimti kanaleve televizive për të rejat e fundit dhe drejt kompjuterit për të tjera të reja nga interneti. Në 90% të mëngjeseve, këto janë 99.99% të veprimeve të tij. Më pas, e zakonshmja e ikjes për në punë. Ndryshimi i orës së dielën e sotme, edhe pse pa kurfar lidhjeje me veprimet e zakonshme, ja çorienton radhën e tyre. Dëshira për më shumë gjumë ul butonin e radios, por ngjeshja pas trupit të gruas e ngacmon për tjetër gjë. Kur gjeja ka përcen kënaqshëm kulmin e saj, kujtesa për takimin promovues të librit të tij e brof nga krevati. Ora e radios e qetëson në çast. Në raste të tilla, kur ndodh ajo, gjëja e qefit, ai nxiton i pari për bërjen e kafes. Kështu edhe sot, por gati sa nuk e kafeosi organin pas sitjes së parë, kur rastësisht në qoshin e ekranit të televizorit shikon orën që është 60 minuta përpara asaj të radios. Për çej kore fillon takimi. Me sharje të përzierja dhe përgjysmi me veprimesh, vrapon për në tualet. Vishet e spërkate shpejt me aromën e preferuar, hedh ripin e çantës në supë dhe ikën me një mirupafshim të përfunduar shkallëve të pallatit. Kryetari i lidhjes lehtëson frymëmarrjen, kurse ai me zimbush gjoksi me të nga nxitimi i sforcuar. Pak kollë qerse, djersitje dhe rregullim të veshjes së deformuar rrugës. Po afron koha e pushimit, pas të cilit është radha e tij. Emocioni e drejton sërish në tualet, ku më kot ule ngre zinxhirin e pantallonave. Më shumë ndalet para pasqyrës, duke marrë poza të ndryshme folse. Është çasti i buzëqeshës që e tmeron dhe alarmon papritur. Çakërit sytë, çaplen horizontalisht e vertikalisht 2-3 herë gojën nga mosbesimi, fshin xhambllekun e pasqyrës dhe gati sa nuk e copton me grushtin që ja kthen vetes. Është pa dhëmbët e tij. E para ere së gjatur në kohë, pas karesave që s'ka përcenin derën e pallatit. Edhe pak minuta për të hyrë në sallë, edhe pak sekonda pas tyre,
për të zënë vend në podium para njerëzve e kamerave të kanaleve televizive. Nxiton sallës ju bën shenjë të njohurve më të moshuar që ndjekin pas të çuditur deri në shqetësim. Kush ka proteza nga ju? Mos më shikoni kështu, nuk më kanë rrjedhur akoma mend. Vetëm sot më rodhë një çast. Harrova dhembët në shtëpi. Shpejt, s'kam kohë. E di që kërkon budallalekshë diçka të pamundur, por zgjidhës për sikletin. Vetëm 2 me proteza si ai, 2 të tjerë me gjysmaket e tyre. Turp nder, nxirini ti provoj. Të gjitha, kuptoni? Larje shplarje në çezmë, hiqe ver disa herë, deri në kombinimin e gjysmave të 2 gojëve të ndryshme. Forca mendore për kapërcimin e situatës ja largon përshqirosin që ndjen në fillim të prekjes, larjes dhe provës në gojë të dhembëve të huaja. Dhembë njerëzish janë, por sa pak që ngjajnë. Në fund, edhe pse me siklet, ndjen më të afërtat në voli, shikohet në pasqyrë, lëviz snofullat, thotë 2-3 fjalë dhe sikur lehtësohet sa. Miq të merren mes njëri tjetrit për ndarjen e pronësore të dhembëve të mbetur. 2 prej tyre mbetur me mangësi dhembësh në të kundërt, rrugës për në sallë ngacmojnë njëri tjetrin. Pas kemi të ngjashëm me mikun gjysmënofullat tona. Ha ha ha. Ngrihet. Ecën. Shtrëngon nofullat për t'i ngjeshur më fort protezat. Me një dhimbje goje të kthyer me zor në durim. Fillon të flas. Nuk ndjehet mirë. Trupi i drithëruar i shkëputen nga koka. Në fjalën më pas, edhe pjesë të kokës i shkëputen, duke lënë vetëm ndjeshmërisë së gjuhës dhe nofullave. Në fokusin e kamerave i shfaqet koka e mikut të protezës së sipërme. Ai po flet një lloj me të. Jo, ai po flet një lloj si miku, bile sa gjysma e tij. Pasi ja dhe i dyti, i protezës së poshtme. E njëjta ndjesi, mbetet pak çaste pa folur. Ecë syt sallës. Lëshon nga duart letrën, buzëqesh dhe mes çuditës së dëgjuesve vazhdon. Njeriu, aq më tepër krijuesi, duhet të flasë me gojën e tij, gjuhën e dhembët e tij, apo siç thuhet popullorçe, jashtë dhembëve të tij. E për të vazhduar simbolikën e dhembëve, pyes: po kur s'ka dhembët e tij, ç'bëhet? Eshtje, pas pak gjallëri, më pas duartrokitje në sallë, me zëra të përzier përgjigjesh për pyetjen simbolike e përsëri heshtje në pritje të përgjigjes së tij. Me marifet të fshirjes së hundës, nxjerr protezat, i fut në xhep dhe i lehtësuar nga shtëngesa e tyre, lëshon zërin e vet të vërtetë. Kur i mungojnë dhembët, akoma më shumë do flasë shpirti i tij. Ky shpirt që sot po flet para jush. Dhe vazhdoi të fliste, njerëzit të duartrokisnin dhe askush, veç 4 së miqve të vjetër, nuk mori vesh të vërtetën e së vërtetës të fjalimit të tij pa dhembë. Kaq për sot. Ju falenderoj, të gjithëve ju që më patë më dëgjuat. Ju uroj një ditë të mbarë, të bukur, argëtuese. Faleminderit.